Kryetar, kur po flasim për sportin, na shkon mendja te stadiumi i qytetit. Kur do ta merr formën e plotit që Shkëndija të mos luaj lojrat jashtë Tetovës? Sa i përket stadiumit të qytetit, një ndër prioritetet e mia ka qenë që ky projekt të realizohet me operator privat dhe jo me çfarëdo lloj operatori privat. Këtë rast, partneri privat është një kompani shumë e respektuar, pra është ekologu. Dhe përderisa është ekologu ati, unë do kisha thënë se kam besim të plot që brenda afatit kohor 3 vite në bazë të kontratës, ai stadium do të hap dyert për futbolltashësit, për ata që duan Shkëndijën, që të shohin edhe ndeshjen e parë të Shkëndijës në rang europian në atë stadium. Sa para janë ndarë deri më tani për punimet? Dhe sa pritet po ashtu? Komplet projekti stadiumit, 2 terene sportive të qendra sportive, 1 teren sportiv në fshatin Saraqin, është dikund 10 milion euro. Vetëm stadiumi? Vetëm stadiumi dikund 8.5 milion euro.